Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju një pyetësor i cili sonte u pyet në Big Brother. Banorët secili duhet të japin mendimin e tyre se kë nga banorët brenda kësaj shtëpie e shohin në finale. Do të thënë duhet 4 banorë të shohin në finale. Si e cili dha mendimin, nga kjo ngjarje dolën edhe diskutime, nga kjo ngjarje erdhën në pa dhe zënka dhe thashe theme e shumë gjëra të tjera, por ajo që më së shumti ishte një argument i bukur ishte i Gertës. Gerta ka arritur që të kuptoj se si qëndron gjesti jashtë shtëpisë së Big Brotherit, sa shumë e duan publiku dhe se çfarë lloje bën ai. Gerta e quajti gjestin një mbret të TikTokut, gjesti ta e meriton patjetër që të jetë në finale, ka bërë tha një lojë shumë të bukur, ka qenë tha tepër i angazhuar në këtë lojë dhe me formën se si ai ka ardhur te publiku edhe se si ai filloi që të ndryshonte argumentin brenda kësaj shtëpie duke e bërë njeriu fantastik. Por në anën tjetër, do me thënë, ajo e përzjodhi edhe Rozanën, e përzjodhi edhe Eglin, edhe ishte mes Laertit, më falni, Eglin jo, Laertin, edhe ishte mes Josit edhe Aldos. Ndërsa nga ana tjetër, Rozana mu duk shumë rigoroze në mënyrën se si ajo e përzjodh këtë 4 shep për të shkuar në finale, por mbi të gjitha argumentimi më i bukur mu duk i Gertës, sepse Gerta ka arritur që të kupton informacion nga jashtë që gjesti është i preferuar dhe e duan shumë. Si e shikoni ju, është gjesti mbreti i TikTokut?